Në arkivat e vjetra të sigurimit të shtetit, të fshehura në një dosie me vull të kuqe, gjendet një dokument që nuk duhet ekzistonte kurrë. Është një listë me 28 emra artistësh që duhet të hiqeshin nga skenat shqiptare pas festivalit të 11 në Tiranë në vitin 1972. Emrat ishin shënuar me shkronja të zeza, të shkruara me makinë shkrimi, dhe secili kishte një kod numerik pranë tij që tregonte shkallën e rrezikut ideologjik. Por në fund të listës, me bojë të kuqe, dikush kishte vizuar një emër dhe kishte shkruar në do shkrim: "Jo, urdhër nga lart." Emri i vizuar ishte Vaçe Zella. Kush kishte fuqinë të ndryshonte një vendim të sigurimit? Kush guxonte të shkruante urdhër nga lart në një dokument kaq të ndjeshëm? Dhe çfarë kishte bërë Vaçe që emri i saj të ishte në atë listë të zezë që nga fillimi? Për të kuptuar këtë mister, duhet të kthehemi në atë vit të trazuar, ku Shqipëria e Enver Hoxhës po kalonte nëpër një nga periudat më të errëta të saj. Festivali i 11 i këngës në radio televizioni shqiptar nuk ishte thjesht një garë artistike. Ishte një fushbetejë ideologjike, ku çdo notë muzikore, çdo fjalë e tekstit, çdo lëvizje e artistit në skenë shqyrtohej me lupë nga komisarët e partisë. Pas festivalit, 10 artistë u thirrën në selit të sigurimit. Disa u dërguan në kampe pune, të tjerë u dënuan me burgim. Akuzat ishin gjithmonë të njëjta: influencë perëndimore, dekadencë borgjeze, devijim nga realizmi socialist. Por Vaçe Zella, që kishte qenë fytyra kryesore e festivalit, që kishte kënduar me një pasion që dukej shumë i lirë, shumë i pavarur për standardet e kohës, nuk u prek kurrë. Ajo vazhdoi të këndonte, vazhdoi të udhëtonte, vazhdoi të ishte yli më i ndritshëm i muzikës shqiptare. Si ishte e mundur kjo? Njerëzit filluan të pëshpritnin. Në korridoret e radio-televizionit, në sallat e provave, në baret ku artistët mblidheshin pas orës së punës, të gjithë bënin të njëjtën pyetje: kush e mbron Vaçen? Disa thonin se ajo kishte një lidhje të fshehtë me dikë shumë lart në hierarkinë e partisë. Të tjerë besonin se Enver Hoxha personalisht e admironte zërin e saj dhe kishte dhënë urdhër që ajo të mos preki. Kishte edhe ata që mendonin se Vaçe kishte bërë një marrëveshje me sigurimin, si ajo raportonte për kolegët e saj në këmbim të mbrojtjes. Por e vërteta ishte shumë më e ndërlikuar, shumë më e dhimbshme dhe shumë më njerëzore se çdo teori komplotiste. E vërteta fillonte me një vajzë të re nga Lushnja, që kishte ndërruar të këndonte që kur ishte fëmijë dhe që tani, në kulmin e famës së saj, gjendej e burgosur në një kafaz ari që shkëlqente nga jashtë, por ishte i mbyllur nga të gjitha anët. Vaçe Zella lindi në vitin 1939 në Lushnjë, në një familje modeste, por me dashuri për artin. Babai i saj punonte si në punës në bashki, dhe sa nëna ishte rrobaçepse, që në moshë të vogël, Vaçea tregoi një talent të jashtëzakonshëm për muzikën. Zëri i saj kishte një cilësi të veçantë, një ngrohtësi që prekej thellë në zemër dhe një fuqi që mund të mbushte çdo sallë pa nevojë për mikrofon. Në moshën 15 vjeç, ajo fitoi një konkurs lokal të këngës dhe u vëret në një pedagog muzike që punonte në Tiranë. Ky pedagog, një grua e moshuar me lidhje në Ministrinë e Kulturës, e mori Vaçen në krahun e saj dhe e solli në kryeqytet. Vitet e para në Tiranë ishin të vështira. Vaçea jetonte në një dhomë të vogël bashkë me 3 vajza të tjera që studionin në konservator. Ato hanin bukë të thatë dhe çaj, dhe shpesh kallonin ditë të tëra pa ngrënë mish sepse nuk kishin para. Por Vaçea nuk u dorëzua kurrë. Ajo provonte çdo ditë, orë pas ore, duke përsosur teknikën e saj, duke mësuar repertor të ri, duke studiuar stilet e këngëtarëve të mëdhenj shqiptar dhe italian. Në vitin 1958, në moshën 19 vjeç, ajo u pranua në ansamblin e këngëve dhe vajeve popullore. Ishte fillimi një karriere që do ta bënte atë legjend. Por suksesi erdhi me një çmim. Në Shqipërinë e Enver Hoxhës, të qenit artist nuk do të thoshte vetëm të këndoje bukur. Do të thoshte të ishe një propagandist i regjimit. Çdo këngë duhej të miratojë nga partia. Çdo tekst duhej të lavdëronte socializmin, punën kolektive, luftën kundër armiqve të klasës. Artistët që guxonin të shprehnin individualitet, që guxonin të tregonin emocione shumë personale, konsideroheshin të rrezikshëm. Dhe Vaçe Zella, me zërin e saj plot pasion, me mënyrën se si mbyllte syt kur këndonte, sikur po jetonte çdo fjalë të tekstit, ishte shumë e rrezikshme. Por ajo ishte edhe shumë e dashur nga populli. Njerëzit e adhuronin. Kur ajo dilte në skenë, sallat mbusheshin plot. Kur ajo këndonte në radio, të gjithë ndalin punën për ta dëgjuar. Kjo dashuri e popullit ishte mburoja e saj, por ishte edhe zinxhiri i saj. Në vitin 1962, Vaçe u martua me Nekshmedin, një inxhinier që punonte në Ministrinë e Industrisë. Martesa u bë me pompa të mëdha dhe u konsiderua si bashkimi 2 familjeve të mira socialiste.
por prapa dyerve të mbullura, martesa nuk ishte ajo që dukej. Nekshmedini ishte një burr ambicios, që e shihte gruan e tij si një bilet për të ngjitur në hierarkinë e partisë. Ai e detyronte Vaçen të pranonte çdo ftesë për të kënduar në ngjarje partijake, të merrte pjesë në çdo delegacion që udhëtonte jashtë vendit, të buzëqeshte dhe të falenderonte partinë në çdo intervistë. Kur Vaçja u ankua se ishte e lodhur, se donte të kalonte më shumë kohë me fëmijët e saj, Nekshmedini i tha: "Ti nuk je vetëm gruaja ime, ti je pronë e popullit, dhe populli kërkon që ti të këndosh." Kjo fjali e thyer, pronë e popullit, do të përsëritej në mendjen e Vaçes për vite me radhë. Ajo nuk ishte më një grua e lirë. Ajo ishte një simbol, një ikon, një mjet propagande. Dhe sa më shumë suksese arrinte, aq më shumë e ndjente se po humte veten. Por çfarë mund të bënte? Nëse refuzonte të këndonte, do të akuzohej për sabotazh. Nëse kërkonte të largohej nga skena, do të konsiderohej armike e popullit. Ajo ishte e burgosur në famën e saj, e mbyllur në një kafaz që e gjithë Shqipëria e admironte nga jashtë, por që nga brenda ishte i ftohtë dhe i errët si një qeli burgu. Dhe pastaj erdhi viti 1972, viti që do të ndryshonte gjithçka. Viti kur emri i Vaçezeles u shkrua në listën e zezë të sigurimit dhe pastaj u fshi me bojë të kuqe nga një dorë e panjohur. Por përpara se të zbulojmë kush ishte ajo dorë, duhet të kuptojmë çfarë ndodhi në atë festival të mallkuar, në atë skenë ku Vaçja këndoi sikur po këndonte për herë të fundit në jetën e saj. Çfarë pasigurimi në performancën e saj që e bëri aq të rrezikshme? Dhe pse dikush me fuqi të madhe vendosi ta shpëtonte? Festivali i 11 i këngës në radio-televicioni shqiptar u hap në mbrëmjen e 28 janarit të vitit 1972. Ishte një natë e ftohtë dimri dhe Tirana ishte mbuluar me borë. Por brenda pallatit të kongreseve ku zhvillohej festivali, ajri ishte i nxehtë dhe i mbushur me tension. Në sallë ishin ullur antarët e biros politike, ministrat, generalët dhe elita e partisë. Në reshtat e pasëm ishin artistët, intelektualët dhe disa qytetarë të zakonshëm që kishin pasur fatin të marrin bilet. Por të gjithë e dinin se ky nuk ishte thjesht një festival, ishte një provë. Një provë për të parë kush ishte besnik ndaj linjës së partisë dhe kush po devionte. Javët para festivalit, Enver Hoxha kishte mbajtur një fjalim të ashpër kundër influencës perëndimore në kulturën shqiptare. Ai kishte akuzuar disa artistë se po imitonin stilet e huaja, se po harronin rrënjët e tyre populore, se po bëheshin veglla të imperializmit kulturor. Fjalimi kishte krijuar panik në mesin e artistëve. Të gjithë po përpiqeshin të dukeshin sa më tradicional, sa më shqiptar, sa më besnik ndaj socializmit. Por Vaçezela kishte zgjedhur një rrugë të ndryshme. Ajo kishte vendosur të këndonte një këngë që e kishte shkruar vetë, një balladë dashurie që fliste për një grua që priste burrin e saj të kthehej nga lufta. Kënga nuk përmendej partinë, nuk përmendej socializmin. Ishte thjesht një histori njerëzore, e thjeshtë dhe e dimshme, e kënduar me një pasion që vinte nga thellësia e shpirtit. Kur Vaçja doli në skenë, salla u bë heshtje. Ajo mbante një fustan të thjeshtë të zi, pa stolitë e zakonshme, pa grim të tepruar. Flokët I kishte të lidhura prapa dhe fytyra I dukej e lodhur, sikur nuk ishte fjetur prej ditësh. Ajo u ul në një karrige në mes të skenës, pa orkestër, pa shoqërim, vetëm me një kitarë akustike që e mbante një muzikant I ri në anë të saj. Dhe pastaj filloi të këndonte. Zëri I saj mbushi sallën si një val, I butë në fillim, pastaj gjithnjë më I fuqishëm, I mbushur me një dhimbje që nuk mund të fshihej. Ajo këndonte për një grua që priste, që shikonte rrugën çdo ditë, që dëgjonte çdo zhurmë në derë me shpresë se ishte ai që po kthehej. Por ai nuk kthehej kurrë, dhe gruaja mbetej vetëm, me kujtimet dhe me llotët. Në sallë njerëzit filluan të qanin, gratë nxorën shami dhe I fshin syt, burrat ullën kokën. Edhe disa nga antarët e biros politike, njerëz që ishin mësuar të mos tregonin kurrë emocione, u pan të prekur. Por në rreshtin e parë, një burr nuk po qante. Ai po shënonte diçka në një blok shënimesh të vogël. Ishte Llambi Ziçishti, një nga drejtuesit e sigurimit të shtetit, një njeri që kishte dërguar qindra njerëz në kampe pune dhe në burgje. Ai po shënonte çdo detaj të performancës së Vaçes. Mënyrën se si mbyllte syt, mënyrën se si dridheshin duart e saj, mënyrën se si zëri I saj tyhej në momentet më emocionale. Dhe në fund të shënimeve, ai shkroi një fjali që do të vendoste fatin e Vaçes. Individualiste, sentimentaliste, rrezik për moralin socialist. Pas festivalit, Vaçja u kthye në shtëpi e shkatëruar. Ajo e dinte se kishte shkelur rregullat e pashkruara. Kishte treguar shumë emocion, shumë individualitet, shumë nga vetja e saj e vërtet. Dhe në Shqipërinë e Enver Hoxhës, kjo ishte një krim.
Ajo I tha burrit të saj se kishte frikë, se ndjente se diçka e keqe po vinte. Por Nekshmedini e qortoi. Ti e paranoike, I tha ai. Ti e vaçe zela, askush nuk guxon të prek. Por ai gabonte, sepse në ato ditë pas festivalit, sigurimi po përgatiste një operacion të madh. Një operacion për të pastruar skenën shqiptare nga elementët e dyshimt. Dhe emri I Vaçe Zeles ishte në krye të listës. Por pastaj ndodhi diçka e çuditshme. 3 ditë pas festivalit, Llambi Ziçishti u thirr në një takim urgjent në zyrën e Enver Hoxhës. Askush nuk e dinte se çfarë u diskutua në atë takim, por kur Ziçishti doli, fitura ishte zbet. Ai u kthie në zyrën e tij, mori listën e zezë me 28 emra dhe me një stilolaps me bojë të kuqe vizoi emrin e Vaçe Zeles. Pran tij shkroi: "Jo, urdhër nga lart." Dhe kur nuk foli për këtë me askënd, por njerëzit që punonin me të thanë se ai nuk ishte më I njëjti pas asaj dite. Ai duke I shqetësuar, I heshtur, sikur po mbante një sekret që po e hante nga brenda. Çfarë kishte ndodhur në atë takim? Çfarë I kishte thënë Enver Hoxha Llambi Ziçishtit që e bëri të ndryshonte vendim? A ishte vërtet Enveri që kishte dhënë urdhrin, apo ishte dikush tjetër, dikush edhe më I fuqishëm, dikush që qëndronte në hije? Dhe çfarë çmimi kishte paguar Vaçe Zela për këtë mbrojtje? Sepse në ditët që erdhën pas asaj, Vaçja filloi të ndryshonte. Ajo u bë më e heshtur, më e tërhequr. Ajo vazhdoi të këndonte, por diçka në zërin e saj kishte vdekur. Sikur ajo po këndonte me urdhër, jo me zemër. Sikur ajo kishte humbur atë shkëndij që e kishte bërë të veçantë. Njerëzit e vunë re, por askush nuk guxoi të pyeste. Sepse në Shqipërinë e asaj kohe, disa pyetje ishin shumë të rrezikshme për t'u bërë. Në një apartament të vogël në rrugën Dëshmorët e Kombit, ku Vaçe Zela jetonte me familjen e saj, ekzistonte një dhomë që askush nuk lejohej të hynte. Ishte një dhomë e vogël në fund të korridorit, me një dritare që shikonte nga obori I brendshëm I pallatit. Vaçja e mbante atë dhomë të kycur gjithmonë dhe qelsinë e mbante në një zinxhir rreth qafës së saj të fshehur në bluzë. Fëmijët e saj ishin mësuar të mos pyesnin për atë dhomë. Burri I saj, Nekshmedini, kishte provuar disa herë të hynte, por Vaçja I kishte thënë se ajo ishte dhoma e saj personale, vendi ku shkruante këngë dhe ku ruante kujtimet e saj më të çmuara. Por e vërteta ishte shumë më e errët. Brenda asaj dhome, në një sirtar të fshehur në ndyshemen e drurit, Vaçja mbante një dosje të trash me letra. Ishin raporte. Raporte që ajo kishte shkruar me dorën e saj, me shkronjë të vogël dhe të kujdesshme për kolegët e saj artist. Emra, data, biseda, dyshime. Gjithçka që sigurimi I kishte kërkuar, sepse ky ishte çmimi I mbrojtjes së saj. Ky ishte sekreti që po e hante nga brenda. Vaçe Zela nuk ishte shpëtuar nga lista e zezë sepse dikush e donte. Ajo ishte shpëtuar sepse kishte pranuar të bëhej sud dhe veshët e sigurimit në botën e artit shqiptar. Marrëveshja kishte filluar 3 vjet më parë, në vitin 1969, kur Vaçja ishte thirrur për herë të parë në selinë e sigurimit. Ajo kishte menduar se ishte thirrur për të vënë dëshmi për dikë tjetër, siç ndodhte shpesh me artistët. Por kur hyri në zyrë, ajo gjeti vetëm një burr të ullur pas një tavolini të madh druri. Ai nuk I tha emrin e tij, por Vaçja e kuptoi menjëherë se ai ishte dikush I rëndësishëm. Ai fliste me një zë të qetë, pothuajse të butë, por çdo fjalë e tij mbante një kërcënim të fshehur. Ai tha Vaçes se partia e admironte talentin e saj, se populli e donte, se ajo kishte një të ardhme të shkëlqyer përpara. Por pastaj, ai nxori një dosje dhe e hapi para saj. Brenda ishin fotografi të Vaçes duke biseduar me një diplomat italian në një pritje zyrtare. Fotografi të saj duke qeshur me një gazetar francez që kishte ardhur për të bërë një reportazh. Fotografi të saj duke lexuar një revistë të huaj muzikore që dikush ia kishte dhuruar. Asnjë nga këto gjëra nuk ishte ilegale, por burri I tha Vaçes se ato mund të interpretohen në mënyra të ndryshme. Ne e dim se ti je besnike, I tha ai, por ka njerëz që mund të mos e kuptojnë këtë. Ka njerëz që mund të mendojnë se ti ke lidhje me të huajt, dhe ne nuk duam që emri yt të njolloset me akuza të tilla. Ne duam të mbrojmë. Vaçja e kuptoi menjëherë se çfarë po ndodhte. Ajo po shantazhohej, por ajo nuk kishte zgjedhje. Nëse refuzonte, ato fotografi do të përdoreshin kundër saj. Ajo do të akuzohej për spionazh, për lidhje me të huaj, për tradhti. Karriera e saj do të mbaronte, familja e saj do të vuante, fëmijët e saj do të stigmatizohen. Kështu që ajo pranoi të raportonte për kolegët e saj. Jo gjëra të mëdha, I tha burri, vetëm gjëra të vogla. Kush thot çfarë, kush letson çfarë, kush takohet me kë. Gjëra që çdo qytetar I mish socialist do t'i raportonte në mënyrë vullnetare. Dhe në këmbim, ajo do të mbrojej.
Emri i saj nuk do të shfaqej kurrë në asnjë listë të zezë. Ajo do të vazhdonte të këndonte, të udhëtonte, të jetonte jetën e saj të privilegjuar. Ishte një marrëveshje e thjeshtë, një marrëveshje që do ta shndërronte Vaqezelën nga një artist në një bashkëpunëtor të sigurimit. 3 vjet më vonë, kur emri i saj u shfaq në listën e zezë pas festivalit të 11, Vaqe e kuptoi se marrëveshja nuk po funksiononte më. Ajo kishte bërë gjithçka që i kishin kërkuar, kishte shkruar raporte për 10 kolegë, kishte raportuar biseda private, dyshime, gjeste të vogla që mund të interpretohen si devijim ideologjik. Por tani, për shkak të performancës së saj emocionale në festival, vetë ajo ishte bërë dyshimt. Sigurimi po e konsideronte si një rrezik, dhe kjo do të thoshte se ajo nuk ishte më e dobishme për ta. Ajo ishte bërë një barë, dhe barat eliminoheshin. Por pastaj ndodhi diçka që Vaqja nuk e kishte pritur. Dikush më lart se sigurimi, dikush që kishte fuqi absolute, vendosi ta shpëtonte. Jo sepse e donte, jo sepse e admironte, por sepse ajo i duhej për diçka tjetër, për një plan që ishte shumë më i madh se karriera e një këngëtareje. A e dini se çfarë ndodh kur një artist i famshëm bëhet bashkëpunëtor i sigurimit? A mund ta imagjinoni peshën e atij sekreti, atë ndjenjë të vazhdueshme faji që ha shpirtin çdo ditë? Vaqezela jetoi me këtë sekret për vite me radhë, duke buzëqeshur në skenë, ndërsa brenda saj diçka po vdiste ngadalë. Dhe pyetja që duhet të bëjmë nuk është vetëm kush e shpëtoi, por çfarë kërkoi ai në këmbim. Në mbrëmjen e 5 shkurtit të vitit 1972, një makinë e zezë Benz me xhama të errta u ndal para hyrjes së pallatit ku jetonte Vaqezela. Ishte ora 9 e mbrëmjes dhe rruga ishte e zbrazët. 2 burra në kostume të zinj dollën nga makina dhe u ngjitën në katin e 4 ku ishte apartamenti i Vaqes. Ata trokitën në derë 3 herë, me një ritëm të caktuar që dukej si një kod. Neçmedini, burri i Vaqes, hapi derën dhe u zbeht kur i pa. Ai i njihte ata burra, ishin nga sigurimi. Por kësaj here ata nuk ishin ardhur për ta arrestuar, ata kishin ardhur për ta marrë Vaqen. Shokja Zela duhet të vi me ne, tha njëri prej tyre me një zë të ftohtë. Ka një takim të rëndësishëm. Vaqja që ishte në dhomën e gjumit duke i vënë fëmijët në shtrat, dëgjoi zërat dhe doli në korridor. Zemra i rrahte me forcë. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte një takim i rëndësishëm në orën 9 të mbrëmjes. Do të thoshte marrje në pyetje. Do të thoshte akuza. Do të thoshte fundi. Por kur ajo u ul në sediljen e pasme të makinës dhe makina filloi të lëvizte në rrugët e jashta të Tiranës, ajo vuri re se nuk po shkonin drejt selisë së sigurimit. Ata po shkonin në drejtim të bllokut, zonës së mbrojtur ku jetonin anëtarët e biros politike dhe familjet e tyre. Vaqja nuk guxoi të pyeste. Ajo thjesht u ul në heshtje me duart e shtrënguara në prerë, duke u përpjekur të kontrollonte dridhjen që po i pushtonte trupin. Pas 15 minutash, makina u ndal para një vile të madhe me mure të larta dhe porta hekuri. Porta u hap automatikisht dhe makina hyri në obor. Vaqja u shoqërua brenda vilës nga njëri prej burrave, ndërsa tjetri mbeti në makinë. Brenda, vila ishte e mobiluar me luksos, me tavolina të importuara, me tapet persian, me piktura në mure. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga apartamenti i saj i vogël dhe i thjeshtë. Burri e udhëhoqi në një sallë pritje dhe i tha të priste. Pastaj ai doli dhe e la vetëm. Vaqja priti për atë që i dukej si një përjetësi, por në të vërtet ishin vetëm 10 minuta. Pastaj dera u hap dhe hyri një burr i veshur me një kostum gri të qetë, me flokë të thinjur dhe me një shprehje fytyra që ishte njëkohësisht e butë dhe e ftohtë. Vaqja e njihte atë fytyrë, e kishte parë në gazeta, në televizion, në postera. Ishte Mehmet Shehu, kryeministri i Shqipërisë, njeriu i dytë më i fuqishëm në vend pas Enver Hoxhës. Ai u ul në një koltuk përballë saj dhe e shikoi për disa sekonda pa folur. Pastaj buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Shokja Zela, tha ai me një zë të qetë. Ju jeni në tellashe të mëdha, por unë jam këtu për t'ju ndihmuar. Vaqja nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo thjesht e shikoi duke pritur që ai të vazhdonte. Mehmet Shehu nxori një cigare, e ndezi dhe timoi ngadalë para se të fliste përsëri. Emri juaj është në një listë, tha ai. Një listë e njerëzve që konsiderohen të rrezikshëm për partinë. Ju e dini këtë apo jo? Vaqja lëkundi kokën ngadalë. Ajo e dinte. Mehmet Shehu vazhdoi. Kjo listë do t'i dorëzohet shokut Enver brenda 2 ditësh. Dhe kur ai ta shohë emrin tuaj atje, ai do të jetë i zemruar. Ai do të kërkojë shpjegime.
Dhe njerëzit që kanë përgatitur këtë listë do të duhet të justifikojnë pse emri i Vaçe Zelës, këngëtares më të dashur të popullit, është atje. Dhe ata do të gjejnë justifikime. Ata gjithmonë gjejnë justifikime. Ai bëri një pauzë dhe e shikoi Vaçen drejt për drejt në sy. Por unë mund ta heq emrin tuaj nga ajo listë. Unë mund t'ju shpëtoj, por ju duhet të bëni diçka për mua. Vaçe ja ndjeu një vallë të ftohtë që i kaloi nëpër trup. Ajo e dinte se çfarë po vinte. Ajo e dinte se çdo shpëtim kishte një çmim. Çfarë duhet të bëj? Pyeti ajo me një zë që mezi dëgjoi. Mehmet Shehu u ngrit nga koltuku dhe shkoi drejt dritares. Ai qëndroi atje për disa sekonda duke shikuar jashtë në errësirën e natës para se të kthehej dhe të fliste. Djali im Skënderi është 20 vjeç, tha ai. Ai është një djalë i zgjuar, i talentuar, por ai ka një problem. Ai është i dashuruar me artin, me muzikën, me botën që ju përfaqësoni. Dhe kjo është një dobësi. Në këtë vend, dobësitë shfrytëzohen nga armiqt. Unë dua që ju të bëheni mentore e tij. Dua që ai të kalojë kohë me ju, të mësoj prej jush, të jetë afër jush. Dhe dua që ju të më raportoni për të. Jo si një spiune, por si një mbrojtëse. Dua të di me këtë takohet, çfarë thot, çfarë mendon. Sepse nëse ai bën ndonjë gabim, nëse ai bie në kurth të armiqve, unë duhet ta di përpara se të jetë shumë vonë. Vaçja e kuptoi menjëherë se çfarë po ndodhte. Mehmet Shehu nuk po i kërkonte të mbrojë djalin e tij. Ai po i kërkonte ta spiononte. Ai po e përdorte atë si një mjet për të kontrolluar jetën private të djalit të tij. Dhe në këmbim, ai do ta shpëtonte nga lista e zezë. Ishte një marrëveshje e ndyrë, e neveritshme, por ishte e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Vaçja ndjeu një ndjenjë të thellë turpi dhe neverie për veten e saj, por ajo e dinte se nuk kishte zgjedhje. Ajo lëkundi kokën ngadalë. Do ta bëj, tha ajo. Mehmet Shehu buzëqeshi përsëri, dhe kësaj here buzëqeshja ishte më e gjerë, më e kënaqur. E dija që ju do të kuptonit, tha ai. Ju jeni një grua e zgjuar, dhe gratë e zgjuara dinë se si të mbijetojnë në këtë botë. Atë natë, kur Vaçja u kthye në shtëpi, ajo nuk i tha asgjë burrit të saj. Ajo shkoi drejt për drejt në dhomën e saj të fshehtë, hapi sirtarin në ndysheme, veshtoi një faqe të re në dosin e saj. Në krye të faqes shkroi: Skënder Shehu, gjali i kryeministrit, objektivi i ri. Vendërsa shkruante, ajo ndjeu se diçka brenda saj po tyej përfundimisht. Ajo nuk ishte më Vaçe Zela, këngëtarja që bënte njerëzit të qanin me zërin e saj. Ajo ishte bërë një kukull, një mjet, një vegjël në duart e njerëzve që mbanin pushtetin. Dhe çmimi i mbijetesës së saj ishte shpirti i saj. A mund ta imagjinoni se si ndihej Vaçe Zela në atë moment? A mund ta kuptoni peshën e asaj marrëveshjeje, atë ndjenjë se po tradhtonte jo vetëm të tjerët, por edhe veten e saj? Dhe pyetja që duhet të bëjmë është: a kishte vërtet zgjedhje, apo ajo ishte thjesht një viktimë e një sistemi që e detyronte të bëhej bashkëfajtore në krimet e tij? Në muajt që pasuan atë takim të fshehtë në villën e Mehmet Shehut, Vaçe Zela filloi të takojë rregullisht me Skënder Shehun. Takimet organizoheshin në mënyrë diskrete, zakonisht në shtëpinë e Vaçes ose në studio të provave ku ajo punonte. Skënderi ishte një djalë i holl, me flokë të gjatë për standardet e kohës, me sy të zgjuar dhe me një pasion të vërtet për muzikën. Ai solli me vete një kitarë akustike në takimin e parë dhe i kërkoi Vaçes t'i mësonte teknikat e këndimit tradicional shqiptar. Vaçja u habit nga sinqeriteti i tij. Ai nuk dukej si djali i një kryeministri të fuqishëm. Ai dukej si një djalë i thjeshtë që donte të mësonte, që donte të krijonte, që donte të ishte diçka më shumë se emri i familjes së tij. Por Vaçja e dinte se ajo nuk mund të harronte pse ishte atje. Çdo mbrëmje, pas çdo takimi me Skënderin, ajo shkonte në dhomën e saj të fshehtë dhe shkruante një raport. Ajo shkruante për çfarë kishin folur, çfarë këngësh kishin provuar, çfarë kishte thënë Skënderi për jetën e tij, për miqtë e tij, për ëndrat e tij. Ajo përpiqej të mbante raportet sa më neutrale, sa më të pafajshme, por e dinte se çdo fjalë që shkruante mund të përdorej kundër atij djalit të pafajshëm, dhe kjo e bënte të ndjehej si një tradhëtare, si një gënjeshtare, si një grua që kishte shitur shpirtin e saj për të mbrojtur lëkurën e saj. Por pastaj diçka e papritur ndodhi. Vaçja filloi të kujdesej vërtet për Skënderin. Ajo filloi ta shihte jo si një objektiv që duhej monitoruar, por si një djalë të ri që kishte nevojë për udhëzim, për mbështetje, për dikë që e kuptonte. Skënderi tregoi asaj për presionet që ndjente nga familja e tij, për pritshmëritë që kishin për të, për frikën që ndjente se nuk do të ishte kurrë mjaft i mirë. Ai tregoi se si babai i tij, Mehmet Shehu, ishte një burr i ftohtë dhe i largët, që e trajtonte si një ushtar që duhej të trajnohej, jo si një birr që duhej të duhej. Dhe Vaçja,
që vetë kishte jetuar në presionin e pritshmërive të tjerëve, që vetë kishte ndjer peshën e famës dhe të detyrës, e kuptoi atë djalë më mirë se kushdo tjetër. Ajo filloi të shkruante raporte më të shkurtra, më të përgjithshme. Ajo filloi të fshishte detaje që mund të interpretohen në mënyrë negative. Ajo po përpiqej të mbrojë Skënderin, edhe pse kjo do të thoshte të rrezikonte veten e saj. Por kjo nuk mund të vazhdonte përgjithmonë, sepse Mehmet Shehu nuk ishte budalla. Ai e vuri re se raportet e Vaces po bëheshin gjithnjë më pak të dobishme. Dhe një ditë, në fund të vitit 1972, ai e thiri përsëri në villën e tij. Kësaj here, takimi ishte më i shkurtër dhe më i ftohtë. Mehmet Shehu nuk u ul. Ai qëndroi në këmbë me duar pas shpine dhe e shikoi Vacen me një shprehje të ashpër. Raportet tuaja nuk janë të mjaftueshme, tha ai. Ju po më fshihni diçka. Ju po përpiqeni të mbroni djalin tim, por kjo nuk është puna juaj. Puna juaj është të më thoni të vërtetën, të gjithë të vërtetën. Vace u përpoq të shpjegonte, por Mehmet Shehu e ndërpreu me një lëvizje të dorës. Dëgjoni me kujdes, tha ai me një zë të ulët por kërcënues. Unë ju shpëtova nga lista e zezë, unë ju dash jetën tuaj mbrapsht, por nëse ju nuk e mbani anën tuaj të marrëveshjes, unë mund ta heq atë mbrojtje po aq shpejt sa e dash. Dhe jo vetëm kaq, unë mund të sigurohem që emri juaj të shtohet në lista të tjera, lista që janë shumë më të rrezikshme se ajo e parë. A më kuptoni? Vaçja lëkundi kokën me lot në sy. Ajo e kuptoi. Ajo ishte e burgosur në një kafaz që po bëhej gjithnjë më i ngushtë. Ajo nuk kishte asnjë rrugdalje. Ajo duhej të vazhdonte të raportonte, të vazhdonte të tradhtonte, të vazhdonte të jetonte me atë peshë të tmeshme në shpirt. Por historia e Vaces Zelës dhe Skënder Shehut nuk mbaroi atje. Në vitet që erdhën, ajo vazhdoi të ishte mentorja e tij dhe ai vazhdoi të besonte tek ajo. Ai nuk e dinte kurrë se ajo po e raportonte. Ai nuk e dinte kurrë se çdo fjalë që i thoshte asaj shkonte drejt për drejt te babai i tij. Dhe kur në vitin 1981, Mehmet Shehu vdiq në rrethana misterioze që regjimi i quajti vetvrasje, dhe kur e gjithë familja Shehu u arrestua dhe u dënua si armiq të popullit, Skënder Shehu u dërgua në një kamp pune në veri të Shqipërisë. Ai vuajti atje për vite me radhë, i torturuar, i uritur, i shkatëruar fizikisht dhe mendërisht. Dhe gjatë gjithë asaj kohe, ai mendonte për Vace Zelën, për gruan që e kishte mësuar të këndonte, që e kishte dëgjuar, që e kishte kuptuar. Ai nuk e dinte se ajo kishte qenë pjesë e sistemit që e kishte shkatërruar. Kur Skënderi u lirua në vitin 1991, pas rënies së regjimit komunist, ai u përpoq të gjente Vacen. Por ajo kishte ndryshuar. Ajo ishte bërë një grua e vjetër, e lodhur, e thyer nga pesha e sekreteve të saj. Kur ata u takuan, për herë të fundit, në një kafe të vogël në Tiranë, Skënderi i tha asaj se ajo kishte qenë vetmja dritë në errësirën e jetës së tij të re. Dhe Vaçja, me lot në sy, nuk guxoi t'i tregonte të vërtetën. Ajo thjesht e përqafoi dhe i kërkoi falje, pa shpjeguar për çfarë. Dhe Skënderi, që nuk e kuptoi kurrë, e falte pa ditur se për çfarë po e falte. A mund të imagjinoni dhimbjen e Vaces Zelës në atë moment? A mund të kuptoni peshën e asaj fajësie, atë ndjenjë se ajo kishte kontribuar në shkatërimin e një djali të pafajshëm që kishte besuar? Dhe pyetja që duhet të bëjmë është, kush është fajtor në këtë histori? Vace Zela që pranoi të bashkëpunonte për të mbijetuar? Mehmet Shehu që e detyroi të bëjë spiune e djalit të tij? Apo sistemi i tërë që e bëri tradhtin të vetmen mënyrë për të mbijetuar? Në një mëngjes të ftohtë të marsit në vitin 1973, Vace Zela u zgjua me një dhimbje të fortë në gjoks që nuk ishte fizike. Ishte një dhimbje që vinte nga brenda, nga një vend që asnjë mjek nuk mund ta arrinte. Ajo shkoi në banjë dhe u shikua në pasqyrë, Dhe ajo që pa e tronditi. Fitura që e shikonte mbrapsht nuk ishte më fitura e gruas që kishte qenë dikur. Ishte fitura e dikujt që kishte moshuar 10 vjet në vetëm një vit. Rrathët e zinë në sy, linjat e thella rreth gojës, shikimi i zbrazët që nuk ishte matë shkëndi që kishte bërë të veçantë. Ajo preku fiturën e saj me gishta që dridheshin dhe pyeti veten, kush jam unë tani? Çfarë kam bërë me veten time? Por ajo e dinte përgjigjen. Ajo kishte shitur shpirtin e saj cop për cop, raport pas raporti, gënjeshtër pas gënjeshtre, derisa nuk ishte mbetur asgjë nga gruaja që kishte qenë dikur. Por ajo që Vaçja nuk e dinte, ishte se sekretet e saj nuk ishin aq të fshehura sa ajo mendonte. Në botën e sigurimit, ku çdo bashkëpunëtor monitorohej nga bashkëpunëtor të tjerë, ku çdo raportues kishte dikë që raportonte për të, asgjë nuk mbetej e fshehtë përgjithmonë. Dhe kishte një grua që e dinte gjithçka për Vace Zelën. Emri i saj ishte Neshmije Hoxha. Gruaja e Enver Hoxhës,
gruaja më e fuqishme në Shqipëri pas burrit të saj. Neçmia e kishte qenë gjithmonë e dyshimt ndaj Vaçës. Ajo e kishte parë se si burri i saj, Enveri, e dëgjonte Vaçën në radio me një vëmendje të veçantë, se si ai ndallonte të leconte dokumentet kur zëri i Vaçës dilte nga altoparlanti, se si ai buzëqeshte lehtë kur dëgjonte atë zë të ngrohtë dhe të plot pasion. Neçmia nuk ishte xheloze në mënyrën tradicionale, por ajo ishte një grua që nuk toleronte asnjë formë rivali, as në politik, as në art, as në zemrën e burrit të saj. Kështu që Neçmia kishte filluar të mbledh informacion për Vaçe Zelën. Ajo kishte njerëzit e saj në sigurimi, njerëz që ishin bisnik asaj personalisht, jo partisë, jo Enverit, por asaj. Dhe këta njerëz i kishin sjell asaj kopje të raporteve që Vaçja shkruante, kopje të dosjes së saj të fshehtë, Kopje të marrëveshjes që ajo kishte bërë me Mehmet Shehun. Neçmia kishte lecuar gjithçka me një kënaqësi të ftohtë. Ajo kishte zbuluar se Vaçe Zella, këngëtarja që populli adhuronte, ishte në të vërtetë një kukull e kontrolluar nga Mehmet Shehu. Dhe kjo ishte një informacion shumë i vlefshëm, sepse Neçmia e urrente Mehmet Shehun. Ajo e konsideronte atë si një rival të burrit të saj, si dikë që kishte shumë pushtet dhe që mund të bëhej i rrezikshëm. Dhe tani, ajo kishte një armë kundër tij. Ajo kishte provën se ai po përdorte një artist të famshëm për qëllimet e tij personale, se ai po shfrytëzonte sistemin e sigurimit për të kontrolluar djalin e tij. Kjo ishte një devijim, një shkelje e rregullave, një gjë që mund të përdorej për ta shkatëruar. Por Neçmia nuk veproi menjëherë. Ajo ishte një grua e durueshme, një grua që dinte se si të pres momentin e duhur. Ajo mbajti atë informacion për vete, duke e ruajtur si një kartë që do ta luante kur të vinte koha e duhur. Dhe ndërkohë, ajo filloi të ndërtonte një rrjet rreth Vaçes Zelës. Një rrjet që do ta izolonte atë, që do ta bënte të ndjehej gjithnjë më të vetmuar, gjithnjë më pafuqishme. Ajo filloi të përhap tasheteme të vogla në qarqet e elitës partijake. Tasheteme se Vaçja po bëhej shumë e famshme, shumë e pavarur, shumë e rrezikshme. Tasheteme se ajo po harronte se nga vinte, se kush e kishte bërë atë që ishte. Tasheteme se ajo po fillonte të besonte në famën e saj, të mendonte se ishte e paprekshme. Dhe këto tasheteme, të përshpëritura në veshët e duhur, filluan të bënin efekt. Njerëzit filluan të shikonin Vaçën me sy të ndryshëm. Filluan të pyesnin, pse ajo është kaq e mbrojtur? Çfarë e bën atë kaq të veçantë? Çfarë sekretesh mban ajo? Dhe Vaçja e ndjeu këtë ndryshim. Ajo e ndjeu se diçka po ndryshonte rreth saj, se ajri po bëhej më i ftohtë, se njerëzit po largoheshin prej saj. Kolegët e saj artistë që dikur e përshëndesnin me ngrohtësi, tani i kalonin pranjë me një përshëndetje të shkurtër dhe të ftohtë. Drejtorët e radio-televizionit që dikur e ftonin në çdo ngjarje të rëndësishme, tani po fillonin të anashkallonin. Ajo po bëhej e padukshme, edhe pse ishte ende në kulmin e famës së saj. Dhe kjo e bënte të ndjehej edhe më të vetmuar, edhe më të pafuqishme, edhe më të burgosur në atë kafaz ari që shkëlqente nga jashtë, por ishte i errët dhe i ftohtë nga brenda. A e kuptoni se çfarë do të thotë të jesh i famshëm por i izoluar, të jesh i adhuruar nga mijëra njerëz por të mos kesh asnjë mik të vërtet, asnjë person që mund t'i besosh? A mund të imagjinoni atë ndjenjë të vetmisë absolute që Vaçe Zella po jetonte çdo ditë? Në verën e vitit 1974, Vaçe Zella mori një ftesë për të kënduar në një koncert madhështor në Pallatin e Kongreseve, një koncert që do të transmetohej drejt për drejt në televizion dhe që do të shihej nga e gjithë Shqipëria. Ishte një nder i madh, një shenjë se ajo ishte ende në favor të partisë. Por kur Vaçja arriti në sallën e provave 2 ditë para koncertit, ajo gjeti diçka që e tronditi. Në listën e këngëve që duhej të këndonte, kishte një këngë të re që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Titulli ishte Himni i Besnikërisë dhe teksti ishte shkruar nga vetë Neçmia Hoxha. Vaçja lexoi tekstin dhe ndiu një vall të ftohtë që i kalloi nëpër trup. Kënga nuk ishte thjesht një lavdërim i partisë, ishte një mesazh i koduar, një paralajmërim i fshehtë. Teksti fliste për një grua që kishte harruar se nga vinte, që kishte menduar se ishte më e fortë se partia, që kishte besuar se mund të luante me zjarin pa u djegur. Dhe në fund, kënga përfundonte me këto fjalë: por partia sheh gjithçka, partia di gjithçka, dhe partia nuk harron kurrë. Vaçja e kuptoi menjëherë se kjo këngë ishte për të. Ishte një mesazh nga Neçmia Hoxha, një paralajmërim se ajo po monitorohej, se sekretet e saj nuk ishin aq të fshehura sa ajo mendonte, se ajo ishte në rrezik. Por çfarë mund të bënte? Nëse refuzonte të këndonte këngën, do të akuzojë për insubordinacion, për mungesë besnikërie. Nëse e këndonte, do të ishte si të pranonte fajin e saj, si të pohonte se ajo ishte vërtet ajo grua për të cilën fliste kënga. Ishte një kurth i përsosur, një situatë pa rrugdalje. Dhe Neçmia Hoxha e dinte këtë.
Ajo e kishte krijuar këtë situatë me qëllim, për ta torturuar Vaçen, për ta bërë të ndjehej e pafuqishme, për t'i treguar se kush kishte vërtet pushtetin. Natën para koncertit, Vaçja nuk fjet fare. Ajo qëndroi zgjuar në dhomën e saj të fshehtë, duke shikuar dosjen e trashë me raporte që kishte shkruar gjatë viteve. Ajo lexoi raportet e vjetra, lexoi emrat e njerëzve që kishte tradhtuar, lexoi detajet e bisedave private që kishte shkelur. Dhe për herë të parë, ajo e pa veten ashtu siç ishte vërtet, jo si një viktimë e sistemit, por si një bashkëfajtore. Ajo kishte zgjedhur të mbijetojë duke tradhtuar të tjerët. Ajo kishte zgjedhur të mbrojë veten duke shkatëruar të tjerët. Dhe tani, ajo po pagante çmimin e atyre zgjidhjeve. Ajo mori dosjen dhe e mbajti në duar për një kohë të gjatë, duke u përpjekur të vendoste se çfarë të bënte me të. Ajo mendoi ta dinte, ta shkatëronte, ta fshinte çdo provë të asaj që kishte bërë. Por pastaj e kuptoi se nuk kishte kuptim. Sigurimi kishte kopje të gjithçkaje. Neshmie Hoxha kishte kopje të gjithçkaje. Dosja në duart e saj ishte vetëm një kopje e një të vërtete, që nuk mund të fshihej kurrë. Në mbrëmjen e koncertit, Vaçja doli në skenë me një fustan të bardhë të thjeshtë, pa stoli të zakonshme, pa grim të tepruar. Ajo dukej si një fantazm, si një hije e gruas që kishte qenë dikur. Salla ishte plot me njerëz, me antar të biros politike në rreshtat e parë, me kamera televizive që regjistronin çdo moment. Dhe në rreshtin e parë, në një vend nderi, ishte ullur Neshmie Hoxha, me një shprehje fitura që ishte e ftohtë dhe e pakëndshme. Ajo e shikonte Vaçën me një vëmendje të veçantë, sikur po priste të shihte se si ajo do të reagonte, se si ajo do të këndonte atë këngë që ishte një kurth i përsosur. Vaçja këndoi këngët e para me një zë që ishte teknikisht i përsosur, por emocionale i zbrazët. Ajo këndoi si një makinë, si një robot, pa asnjë nga pasioni që kishte bërë të famshme. Ve njerëzit e vunë re. Ata filluan të pëshpëritnin mes tyre, të pyesnin se çfarë po ndodhte me Vaçën, pse ajo dukej kaq e largët, kaq e ftohtë. Dhe pastaj erdhi momenti i himnit të beznikërisë. Orkestra filloi të luante dhe Vaçja qëndroi në mes të skenës me mikrofonin në dorë duke shikuar në sallë. Ajo pa Neshmie Hoxha që shikonte me një buzëqeshje të vogël, të ftohtë, të triumfuese. Ajo pa kamera që ishin të drejtuara nga ajo, duke regjistruar çdo lëvizje, çdo shprehje të fytyrës së saj. Ajo pa mijëra njerëz që prisnin të dëgjonin zërin e saj. Dhe në atë moment, Vaçja mori një vendim. Ajo nuk do të këndonte atë këngë ashtu siç Neshmie Hoxha donte. Ajo nuk do të këndonte si një grua e friksuar, si një grua e mposhtur. Ajo do të këndonte me të gjithë pasionin që kishte mbetur në shpirtin e saj, me të gjithë dhimbjen që kishte grumbulluar gjatë viteve, me të gjithë zemrimin që kishte ndjerë ndaj vetes dhe ndaj sistemit që kishte shkatëruar. Ajo do të këndonte si një akt i fundit i sfidës, si një mënyrë për të thënë: ju mund të më keni shkatëruar, por ju nuk mund të më merrni zërin. Dhe ajo këndoi. Ajo këndoi me një forcë që tronditi sallën, me një pasion që bëri njerëzit të ngrihen në këmbë, me një dhimbje që bëri edhe ata më të fortët të qanin. Ajo këndoi sikur po këndonte për herë të fundit në jetën e saj, sikur po hidhte jashtë të gjithë dhimbjen, të gjithë fajsinë, të gjithë zemrimin që kishte mbajtur brenda për aq kohë. Dhe kur ajo mbaroi, salla shpërtheu në duar trokitje. Njerëzit bërtisnin emrin e saj, kërkonin që ajo të këndonte përsëri. Por Vaçja nuk këndoi përsëri. Ajo thjesht u përkull, u falenderua dhe doli nga skena. Dhe ndërsa dilte, ajo pa Neshmie Hoxha që shikonte me një shprehje që nuk ishte më triumfuese, ishte një shprehje zemrimi, një shprehje që thoshte: ti guxove të më sfidosh, dhe për këtë ti do të paguash. A e kuptoni se çfarë guximi kërkonte ajo performancë? A mund të imagjinoni se çfarë po kallonte në mendjen e Vaçës Zeles në atë moment, duke ditur se ajo sapo kishte nënshkruar dënimin e saj me atë këngë? Në ditët që pasuan atë koncert, Vaçë Zela priste të arrestohej. Ajo priste që në çdo moment të dëgjonte trokitje në derë, të shihte burrat e sigurimit që vinin ta merrnin. Por trokitja nuk erdhi. Në vend të kësaj, erdhi diçka më e keqe. Erdhi heshtja. Një heshtje e plot, absolute, që ishte më e tmerrshme se çdo akuzë, se çdo arrest. Emri i Vaçës Zeles filloi të zhduket në programet e radio-televizionit. Koncertet e saj u anulluan pa shpjegim. Ftesat për të kënduar në ngjarje zyrtare pushuan sa ardhuri. Ajo u bë e padukshme, sikur nuk ekzistonte më. Por ajo ende jetonte, ende ecte nëpër rrugët e Tiranës, ende shkonte në studio të provave. Ajo ishte bërë një fantazm, një hije e asaj që kishte qenë dikur, një grua që ekzistonte, por që askush nuk e shihte më. Dhe në atë heshtje, Vaçja filloi të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Neshmie Hoxha nuk kishte dashur të arrestonte. Ajo kishte dashur ta shkatërronte, në një mënyrë më të sofistikuar, më të dhimbshme.
Ajo kishte dashur ta bënte të zhduket në jeta publike, ta bënte të ndjehej e harruar, e braktisur, e pavlerë. Sepse për një artist, për dikë që kishte jetuar për duar trokitjet, për dashurinë e publikut, për atë ndjenjë të qenies në skenë, kjo heshtje ishte më e keqe se vdekja. Ishte si të ishe e gjallë për e varrosur, si të ekzistoje, por të mos kishe asnjë kuptim. Dhe Vaçe e ndjeu këtë dhimbje çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. Ajo u zgjua çdo mëngjes me një ndjenjë zbrastie që nuk mund të mbushej me asgjë. Ajo shkoi në studio të provave dhe gjeti sallat e zbrasta, pa asnjë muzikant, pa asnjë drejtor, pa asnjë person që kishte nevojë për zërin e saj. Por kishte një person që ende vinte ta shihte. Ishte Skënder Shehu, Gjali Mehmet Shehut. Gjali që ajo kishte raportuar për vite me radhë. Ai vinte në shtëpinë e saj një herë në javë, sillte kitaren e tij dhe i kërkonte asaj të këndonte për të. Vetëm për të, jo për askën tjetër. Dhe Vaçe këndonte. Ajo këndonte me një zë që ishte i trirë, i lodhur, por që ende kishte diçka të bukur në atë. Dhe Skënderi e dëgjonte me sy të mbyllur, me një shprehje paqeje në fytyrë, sikur zëri i saj ishte e vetmja gjë që e mbante të lidhur me botën. Ai nuk e dinte se ajo i kishte tradhtuar. Ai nuk e dinte se çdo fjalë që ai i kishte thënë asaj kishte shkuar te babai i tij. Ai thjesht e donte atë si një mentor, si një mësuese, si një grua që i kishte kuptuar kur askush tjetër nuk e kishte bërë. Dhe Vaçja, duke e parë atë gjallë të ri që ende i besonte, që ende e respektonte, ndjeu një dhimbje që ishte më e thellë se çdo dhimbje që kishte ndjerë ndonjëherë. Ajo donte t'i tregonte të vërtetën, donte t'i kërkonte falje, donte ta lironte nga iluzionet e tij. Por ajo nuk guxoi, sepse nëse i tregonte të vërtetën, ai do ta urrente. Ai do ta shihte si tradhtaren që ishte, dhe ajo nuk mund ta duronte atë. Ajo nuk mund ta duronte të humbiste edhe atë lidhje të fundit me dikë që ende shihte si njeri, jo si një kukull, jo si një mjet, por si një grua e vërtet me një zemër të vërtet. Kështu që ajo vazhdoi të dinjente. Ajo vazhdoi të buzëqeshte, të këndonte, të shtirte se gjithçka ishte në rregull. Dhe çdo ditë ajo ndjeu se po vdiste pak nga pak, se diçka brenda saj po shuhet, se ajo po bëhej një hije edhe për veten e saj. Në dimrin e vitit 1978, Vaçe Zella u ul në dhomën e saj të fshehtë për herë të fundit. Ajo mori dosin e trashë me raporte, dosin që kishte mbajtur të fshehur për aq vite, dhe shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj ajo e çoi atë dosje në oxhak dhe e hodhi në zjarr. Ajo qëndroi atje dhe e pa atë duke u djegur, duke parë si faqet ktheheshin në hi, Si emrat zhduken, si sekretet e saj shkatëroheshin. por ajo e dinte se kjo nuk do të thoshte asgjë, sepse sekretet nuk ishin në atë dosje. Sekretet ishin në shpirtin e saj, në kujtesën e saj, në atë ndjenjë faji që do ta ndiqte për pjesën tjetër të jetës së saj. Ajo kishte djegur letrën, por nuk mund të dijte të vërtetën. Dhe e vërteta ishte se ajo kishte tradhtuar, kishte gënjur, kishte shitur shpirtin e saj për të mbijetuar. Dhe tani, ajo po jetonte me pasojat e atyre zgjidhjeve, duke ditur se ajo nuk do të mund të falej kurrë, as nga të tjerët, as nga vetja e saj. A mund ta imagjinoni atë ndjenjë të fundit të dëshpërimit, atë kuptim se nuk ka më rrugë dalje, se ti e bër ajo që ke urryer më shumë? A mund ta kuptoni pse Vaçe Zella zgjodhi të jetojë në heshtje për pjesën tjetër të jetës së saj, duke mos folur kurrë për atë që kishte kaluar, duke mbajtur sekretet e saj deri në varr? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme, të hapura vetëm pas vitit 2000, u gjet një dokument që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Ishte një letër e shkruar me dorë, me shkronjë të vjetër dhe të kujdesshme, e datuar 10 dhjetor 1980. Letra nuk ishte firmë, por stili i shkrimit dhe letra zyrtare me stemën e presidencës nuk linin dyshim për autorin. Ishte shkruar nga Enver Hoxha personalisht dhe ishte drejtuar Ramiz Alis, atij që do të bëhej pasardhësi i tij. Përmbajtja e letrës ishte e çuditshme, pothuajse konfesionale për një diktator që nuk ishte pranuar kurrë asnjë dobësi. Ai shkruante: Shoku Ramiz, ka gjëra që një burr i mban për vete gjatë gjithë jetës, 2000, po që duhen thënë përpara se të jetë shumë vonë. Vaçe Zella nuk është ajo që njerëzit mendojnë. Ajo nuk është as heroina që populli e adhuron, as tradhtarja që disa e dushojnë. Ajo është diçka më e ndërlikuar, më njerëzore, më tragjike. Unë e di këtë sepse unë jam ai që e shpëtova, jo sepse doja, por sepse duhej. Dhe tani, duke parë se çfarë u bë ajo, pjetem nëse shpëtimi im ishte vërtet një shpëtim, apo ishte një dënim më i keq se vdekja. Kjo letër nuk u publikua kurrë zyrtarisht. Ajo u mbyll përsëri në arkiva, e klasifikuar si dokument personal pa rëndësi historike.
Por disa gazetar që e lecuan atë në fillim të viteve 2000, filluan të bënin pyetje. Çfarë kishte dashur të thoshte Enveri me ato fjalë? Pse ai e kishte shpëtuar Vaçe Zelen? Dhe çfarë e kishte bërë atë të pendoje për atë vendim? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në atë dimër të vitit 1980, kur Enver Hoxha, tashmë i sëmurë dhe i dobësuar nga vitet, po përballej me fundin e tij të pashmangshëm. Ai kishte filluar të shihte gjërat ndryshe, të vlerësonte jetën ndryshe, të pyeste veten për trashëgimin që do të linte pas. Dhe në ato momente të vetmis, kur ai ulej në studion e tij private dhe dëgjonte radio, Ai shpesh kërkonte të dëgjonte zërin e Vaçe Zeles. por zëri i saj nuk dëgjoi më. Ajo ishte heshtur, ishte zhbër, ishte bërë një fantazm. Dhe Enveri për herë të parë në jetën e tij ndjeu diçka që i ngjante pendimit. Ai e thiri Ramiz Alin një mbrëmje dhe i tregoi për Vaçen. I tregoi se si ai kishte dhënë urdhrin që emri i saj të hiqej nga lista e zezë, se si ai kishte menduar se po e mbrojte një talent të madh kombëtar, se si ai nuk kishte ditur se ajo ishte tashmë e burgosur në një rrjet marrëveshjesh të ndyra me Mehmet Shehun dhe me sigurimin. Unë mendova se po e shpëtoja, i tha Enveri Ramizit me një zë të lodhur, por në të vërtet unë e dënova në një jetë që ishte më e keqe se burgu, sepse unë e detyrova të jetonte me sekretet e saj, me fajsinë e saj, me atë ndjenjë se ajo kishte shitur shpirtin e saj për të mbijetuar. Dhe tani duke e parë se si ajo ka heshtur, se si ajo ka zhbër, unë kuptoj se shpëtimi im ishte një krim më i madh se çdo akuzë që mund t'i bëhej asaj. Ramiz Alia dëgjoi në heshtje, pa ditur se çfarë të thoshte. Ai nuk kishte parë kur Enverin kaq të thyer, kaq të dyshimt për vendimet e tij, dhe kjo e tronditi më shumë se çdo gjë tjetër që kishte dëgjuar ndonjëherë. Por historia e Vaçe Zelës nuk mbaroi me atë letër të Enverit. Ajo vazhdoi të jetonte, të mbijetonte, të ecte nëpër rrugët e Tiranës si një hije e asaj që kishte qenë dikur. Ajo nuk këndoi më në publik për vite me radhë. Ajo u tërhoq në heshtje, në një jetë private që askush nuk e njihte, në një botë të brendshme që ishte plot me fantazma dhe me pendime. Por kishte një person që nuk e harroi kurrë. Ishte Skënder Shehu, djali i Mehmet Shehut, djali që ajo kishte raportuar për vite me radhë, djali që tani ishte në një kamp pune në veri të Shqipërisë, duke vuajtur për krimet e babait të tij. Ai shkruante letra Vaçes nga kampi, letra që nuk i arrinin kurrë, sepse ishin të censuruar nga sigurimi. Por ai vazhdoi të shkruante, duke i thënë asaj se si zëri i saj ishte vetmja gjë që e mbante të gjallë, se si ai kujtonte momentet kur ajo i mësonte të këndonte, se si ai e konsideronte atë si nënën e dytë që nuk ishte pasur kurrë. Dhe Vaçja, që nuk i mori kurrë ato letra, nuk e dinte se sa shumë ajo do të thoshte për atë djalë që ajo kishte tradhtuar. A mund të imagjinoni dhimbjen e Skënder Shehut duke shkruar letra që nuk do të lexoheshin kurrë, duke besuar në një grua që kishte tradhtuar pa e ditur? A mund ta kuptoni tragjizmin e kësaj historie, ku dy njerëz që kishin nevojë për njëri tjetrin ishin ndarë nga një sistem që i kishte shkatëruar të dy? Në pranverën e vitit 1981, pak muaj para vdekjes së Mehmet Shehut, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka për Vaçe Zelën. Ajo mori një vizitë të papritur në shtëpinë e saj. Ishte një grua e vjetër, e veshur me rroba të zeza, me një shami në kokë që i mbullonte pjesën më të madhe të fytyrës. Gruaja hyri pa trokitur, sikur e njihte rrugën, sikur kishte qenë atje më parë. Vaçja që ishte vetëm në shtëpi u friksua në fillim, por pastaj gruaja hoqi shamin dhe Vaçja e njihi. Ishte Fiqrete Shehu, gruaja e Mehmet Shehut, gruaja që tani jetonte në një apartament të vogël pas rënies në disgracje të familjes së saj. Ajo erdhi dhe ull në koltugum përballë Vaçes pa pritur ftesë. Fytyra e saj ishte e rrudur, e lodhur, por sytë e saj ishin të mpretë, plot me një inteligjencë që nuk ishte shuar nga vuajtjet. Unë e di gjithçka, tha Fiqrete me një zë të qetë, por të fortë. E di për raportet që ti shkruaje për djalin tim, e di për marrëveshjen që ti bëre me burrin tim, e di se si ti u përpoqe ta mbronish Skënderin duke fshehur detaje, duke shkruar raporte të paqna. E di gjithçka sepse unë lexova dosjen tënde kur Mehmeti e solli në shtëpi një natë dhe harroi në studion e tij. Vaçja ndjeu se zemra po i ndallonte. Ajo donte të fliste, të shpjegonte, të kërkonte falje, por nuk doli asnjë fjalë nga goja e saj. Fiqrete vazhdoi. Unë nuk kam ardhur këtu për të të akuzuar, kam ardhur për të të thënë diçka që ti duhet ta dish. Skënderi nuk të urren, ai nuk e di asgjë për atë që ti bëre, dhe unë nuk do t'ia them kurrë, sepse ai ka nevojë për diçka në të cilën të besoj, për dikë që të kujtoj me dashuri, dhe ti je ajo person për të. Kështu që unë do ta mbaj këtë sekret, jo për ty, por për të. Vaçja filloi të qante. Ishin lot që kishin grumbulluar për vite, lot që nuk kishin dalë kurrë,
lot që tani po rjedhin si një lumë që kishte tyer digën. Ajo qau për Skënderin, për atë djalë të pafajshëm që ajo kishte tradhtuar. Ajo qau për veten e saj, për gruan që kishte qenë dikur dhe që tani nuk ekzistonte më. Ajo qau për të gjitha ata njerëz që ajo kishte raportuar, për të gjitha sekretet që ajo kishte shitur, për të gjithë shpirtin që ajo kishte humbur. Dhe fiqrete e latë qante. Ajo nuk e prek, nuk e ngushëlloi, thjesht qëndroi atje dhe e shikoi, duke e lënë të hidhte jashtë të gjithë dhimbjen që kishte mbajtur brenda për aq kohë. Kur Vaçja mbaroi së qari, fiqrete u ngrit për të ikur, por para se të dilte, ajo u kthie dhe tha: "Ti mendon se ti je vetmja që tradhtoj, por ne të gjithë tradhtojmë në këtë sistem. Disa tradhtojnë të tjerët, disa tradhtojnë veten, ve disa, si unë dhe ti, tradhtojnë të dyja. Kjo nuk të bën më pak fajtor, por të bën më njerëzore. Dhe ndoshta në fund, kjo është e vetmja gjë që na mbetet. Të jemi njerëz, edhe kur sistemi përpiqet të na bëjë monstra." Pas asaj vizite, Vaçja Zella filloi të ndryshonte. Ajo nuk u kthye në skenë, nuk filloi të këndonte përsëri në publik, por ajo filloi të jetonte ndryshe. Ajo filloi të takohej me njerëzit që kishte raportuar, të kërkonte falje në mënyra të vogla, të diskreta, pa u shpjeguar kur plotësisht se për çfarë po kërkonte falje. Disa e fallën pa e kuptuar, të tjerë refuzuan, duke e parë si një grua të çmendur që po kërkonte vëmendje. Por Vaçja nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi të kërkonte falje, të përpiqej të riparonte atë që kishte tyer, edhe pse e dinte se disa gjëra nuk mund të riparoheshin kurrë. Dhe në atë proces, ajo gjeti diçka që kishte humbur për aq kohë. Një ndjenjë pa qeje, një ndjenjë se ajo po bënte diçka të drejtë, edhe nëse ishte shumë vonë, edhe nëse nuk do të ndryshonte asgjë. A mund ta kuptoni atë nevojë për falje, atë dëshirë për të riparuar të kaluarën edhe kur e di se është e pamundur? A mund ta imagjinoni guximin që kërkoi për Vaçja Zellën të përballej me njerëzit që ajo kishte tradhtuar dhe të kërkonte faljen e tyre? Në dhjetor të vitit 1981, Mehmet Shehu u gjeti vdekur në shtëpinë e tij në rrethana që regjimi i quajti vetvrasje. Por askush nuk e besoi këtë version. Të gjithë e dinin se ai ishte eliminuar, se ai ishte bërë shumë i rrezikshëm, se ai kishte ditur shumë sekrete. Dhe pas vdekjes së tij, e gjithë familja Shehu u arrestua, u akuzua për tradhti, u dënua me burgim dhe me internime. Skënder Shehu, djali që Vaçja Zella kishte raportuar për vite me radhë, u dërgua në një kamp pune në Spac, një nga kampet më të tmeshme në Shqipëri. Ai vuajti atje për 10 vjet, duke u torturuar, duke u uritur, duke u shkatëruar fizikisht dhe mendërisht. Ve gjatë gjithë asaj kohe, ai mbajti në zemër kujtimin e Vaçjes Zellës, kujtimin e asaj gruaje që i kishte mësuar të këndonte, që i kishte dëgjuar, që i kishte kuptuar. Ai nuk e dinte se ajo kishte qenë pjesë e sistemit që i kishte shkatëruar. Ai thjesht e kujtonte si një dritë në errësirën e jetës së tij. Kur Skënderi u lirua në vitin 1991, pas rënies së regjimit komunist, ai ishte një burr i tyr. Ai kishte humbur 10 vjet nga jeta e tij, kishte humbur shëndetin e tij, kishte humbur të gjithë familjen e tij. Nëna e tij, Fiqrete, kishte vdekur në internim. Vëllezërit e tij ishin shpërndarë në përbot, duke u përpjekur të haronin emrin që mbanin. Ve Skënderi, që tani ishte një burr 31 vjeç, por që dukej 50, u kthye në Tiranë, pa ditur se çfarë të bënte me jetën e tij. Gjëja e parë që ai bëri ishte të kërkonte Vaçja Zellën. Ai pyeti njerëzit, kërkoi adresën e saj dhe një ditë shkoi në shtëpinë e saj dhe trokiti në derë. Vaçja hapi derën dhe kur e pa, ajo pothuajse nuk e njih. Ai ishte bërë kaq i dobët, kaq i rrudhur, kaq i thyer, por sytë e tij ishin të njëjtë. Ato sy të zgjuar dhe të butë që ajo kujtonte nga vitet kur ai ishte një gjallë i ri plot ëndra. Ata u ullën në dhomën e ndenjes dhe folën për orë të tëra. Skënderi tregoi asaj për kampet, për torturat, për urinë, për të ftohtën, për dhimbjen që nuk mbaronte kurrë. Ai tregoi se si ai kishte mbijetuar duke kujtuar momentet e lumtura të jetës së tij, dhe se si një nga ato momente ishte koha që ai kallonte me të, duke mësuar të këndonte, duke dëgjuar zërin e saj. Ti ishe vetmja që më trajtoi si një njeri. Ti ishe vetmja që më trajtoi si një njeri, jo si gjali i Mehmet Shehut, jo si një mjet politik, por si një gjallë që donte të mësonte muzikë. Dhe unë nuk do të harroj kur këtë. Vaçja dëgjoi dhe ndjeu se zemra po i tryhej. Ajo donte t'i thoshte se ajo nuk ishte qenë ajo që ai mendonte, se ajo e kishte tradhtuar, se ajo kishte qenë pjesë e sistemit që e kishte shkatëruar. Por ajo nuk guxoi, sepse ajo e pa se ai kishte nevojë për atë kujtim, për atë besim, për atë dritë në errësirën e jetës së tij. Dhe nëse ajo ja merrte atë, ajo do t'i merrte të vetmen gjë që e mbante atë të gjallë.
Kështu që ajo thjesht e përqafoi. Ajo e mbajti në krah dhe e la të qante, ashtu si që ai kishte nevojë të qante, ashtu si që ai nuk ishte mundur të qante për 10 vjet në ato kampe ku çdo shenjë dobësie ndëshkoi me torturë. Dhe ndërsa e mbante, ajo pëshpëriti. Më fal, të lutem, më fal. Skënderi nuk e kuptoi se për çfarë po kërkonte falje. Ai mendoi se ajo po kërkonte falje për atë që kishte ndodhur atij, për faktin se ajo nuk kishte mundur ta mbrojë. Dhe ai tha: "Nuk ka asgjë për të falur. Ti bëre gjithçka që mund të bëje. Ti ishe vetmja që më trajtoi me njerëzi, dhe unë do të jem përgjithmonë mirënjohës për këtë." Dhe Vaqa, duke dëgjuar ato fjalë, ndjeu një dhimbje që ishte më e thellë se çdo dhimbje që kishte ndjerë ndonjëherë, sepse ajo e dinte se ajo nuk meritonte atë falje, se ajo nuk meritonte atë mirënjohje, se ajo ishte një gënjeshtare që po lejonte atë djalë të besonte në një iluzion. Por ajo nuk tha asgjë. Ajo thjesht e mbajti dhe qau me të, duke ndarë dhimbjen e tij, edhe pse e dinte se ajo kishte kontribuar në atë dhimbje. A mund ta imagjinoni atë moment, atë përqafim që ishte njëkohësisht një akt dashurie dhe një akt tradhtie? A mund ta kuptoni kompleksitetin e ndjenjave të Vaçe Zeles, duke ditur se ajo po jepte ngushëllim për një djalë që ajo vetë kishte ndihmuar ta shkatërrojë? Vaqa Zela jetoi deri në vitin 2018. Ajo vdiq në moshën 69 vjeç në shtëpinë e saj në Tiranë, e rrethuar nga fëmijët e saj dhe nga disa miq të vjetër. Në ditët e fundit të jetës së saj, ajo foli pak, por ajo këndoi. Ajo këndoi me një zë të dobët, të thirr, por që ende kishte diçka të bukur në atë. Ajo këndoi këngët e vjetra, këngët që e kishin bërë të famshme, këngët që njerëzit e adhuronin. Dhe ndërsa këndonte, ajo mbyllte syt dhe shihte fytyrën e Skënder Shehut, atij djali që ajo kishte traftuar, por që e kishte fallur pa e ditur se për çfarë po e fallte. Ajo shihte fytyrën e Mehmet Shehut, atij burri të fuqishëm që e kishte detyruar të bëhej spiune. Ajo shihte fytyrën e Neshmije Hozhës, asaj gruaje të ftohtë që e kishte torturuar me heshtje. Ajo shihte fytyrën e Enver Hozhës, atij diktatatori që e kishte shpëtuar, por që në të vërtetë e kishte dënuar në një jetë që ishte më e keqe se burgu. Dhe ajo shihte fytyrën e saj të re, fytyrën e asaj vajze nga Lushnja që kishte ndëruar të këndonte, që kishte besuar se arti ishte liri, që nuk kishte ditur se në Shqipërinë e Enver Hozhës, arti ishte vetëm një mjet tjetër i kontrollit, një kafaz tjetër ari që shkëlqente nga jashtë, por që ishte i errët dhe i ftohtë nga brenda. Ajo donte t'i thoshte asaj vajze të re: "Mos e bëj, mos prano, mos shko në Tiranë. Qëndro në Lushnjë, këndo për njerëzit e thjesht, jeto një jetë të thjesht por të lirë. Sepse fama, suksesi, duartrokitjet, të gjitha këto nuk lejnë asgjë nëse ti humbet vete në proces." Por ishte shumë vonë për këshilla, ishte shumë vonë për pendime, ishte shumë vonë për gjithçka përveç të vërtetës. Dhe e vërteta ishte se Vaçe Zela kishte jetuar një jetë të ndarë në dy: pjesa publike, ku ajo ishte një ill i ndritshëm, një zë i bukur, një simbol i artit shqiptar, dhe pjesa private, ku ajo ishte një grua e tyr, një tradhtare, një viktime e një sistemi që e kishte shkatëruar nga brenda. Kur ajo vdiq, mijëra njerëz erdhën në funeral. Ata qanë, ata sollën lule, ata kënduan këngët e saj, ata e kujtuan si një legjend, si një artist të madh, si një grua që kishte dhënë gjithçka për artin e saj. Por askush nuk e dinte të vërtetën. Askush nuk e dinte për dosjen e fshehtë, për raportet, për marrëveshjet e ndyra, për dhimbjen që ajo kishte mbajtur brenda për aq vite. Dhe ndoshta kjo ishte më mirë, sepse njerëzit kishin nevojë për heronj, për legjenda, për diçka në të cilën të besonin. Dhe Vaçe Zela, edhe në vdekje, u dha atyre atë që kishin nevojë. Një histori të bukur, një kujtim të ndritshëm, një zë që do të mbetej përgjithmonë në kujtesën e tyre. Por e vërteta ishte shumë më e ndërlikuar, shumë më e dhimbshme, shumë më njerëzore se çdo legjend. E vërteta ishte se ajo kishte qenë njëkohësisht viktimë dhe bashkëfajtore, njëkohësisht e tradhtuar dhe tradhtare, njëkohësisht e dashur dhe e vetmuar. Dhe kjo e vërtet që u varos me të, është ajo që ne duhet ta kujtojmë sot. Pas vdekjes së Vaçe Zeles, Skënder Shehu shkroi një ese të gjatë për të, një ese që u publikua në një revistë letrare në Tiranë. Në atë ese, ai shkruante për dashurinë e tij për muzikën, për rolin që Vaça kishte luajtur në jetën e tij, për atë ndjenjë mirënjohje që ai ndjente ndaj saj. Ai shkruante: "Ajo ishte më shumë se një mësuese. Ajo ishte një nënë shpirtërore, një udhëzuese, një dritë në errësirën e jetës sime." Kur lexova atë ese, kur pash ato fjalë plot dashuri dhe mirënjohje, ndjeva një dhimbje të thellë, sepse unë e dija të vërtetën që Skënderi nuk e dinte.
Unë e dija se Vaçja e kishte tradhtuar, se ajo kishte raportuar për të, se ajo kishte qenë pjesë e sistemit që e kishte shkatërruar. Por unë e dija edhe se ajo e kishte dashur, se ajo kishte përpjekur ta mbrojë, se ajo kishte jetuar me fajsinë e asaj tradhtie për pjesën tjetër të jetës së saj. Dhe kjo më bën të mendoj, çfarë është e vërteta? A është ajo që ndodhi vërtet, Apo ajo që njerëzit besojnë se ndodhi? a është më mirë të dish të vërtetën dhe të vuash për të, apo të jetosh me një iluzion që të jep paqe? Skënder Shehu jetoi pjesën tjetër të jetës së tij duke besuar se Vaçja Zela kishte qenë një grua e mirë që e kishte ndihmuar. Dhe ky besim e bëri atë të lumtur, e bëri atë të ndjehej i dashur, e bëri atë të gjej kuptim në vuajtjet e tij. Nëse ai do të kishte ditur të vërtetën, ai do të kishte humbur atë paqe, atë ngushëllim, atë dritë. Kështu që ndoshta në fund, Vaçja bëri gjën e duhur duke mos i thënë të vërtetën. Ndoshta ajo e dha atij djalin duratën më të madhe që mund t'i jepte, iluzionin e dashurisë, iluzionin e kujdesit, iluzionin se dikush e kishte vlerësuar për atë që ishte, jo për emrin që mbante. Dhe ndoshta kjo është ajo që ne të gjithë bëjmë, jetojmë me iluzione, me gënjeshtra të vogla, me sekrete që mbajmë për të mbrojtur ata që duam. Sepse e vërteta, shpesh, është shumë e vimshme për të duruar. Historia e Vaçjes Zelës nuk është thjesht historia e një këngëtareje të famshme që u bë bashkëpunëtore e sigurimit. Është historia e një gruaje që u përposhtë të mbijetojë në një sistem që e detyroi të zgjidhte midis jetës së saj dhe shpirtit të saj. Është historia e një gruaje që zgjodhi jetën, por që pagoi çmimin e asaj zgjedhjeje çdo ditë për pjesën tjetër të ekzistencës së saj. Është historia e një gruaje që traftoi të tjerët për të mbrojtur veten, por që në fund traftoi veten më shumë se kushdo tjetër. Dhe është historia e një gruaje që pavarësisht nga të gjitha gabimet e saj, nga të gjitha tradhtitë e saj, nga të gjitha sekretet e saj, mbeti një njeri. Një njeri me dobësi, me frikra, me pendime, por edhe me dashuri, me pasion, me një dëshirë për të bërë gjën e duhur edhe kur ishte shumë vonë. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm i kësaj historie. Se ne të gjithë jemi njerëz. Se ne të gjithë bëjmë gabime. Se ne të gjithë tradhtojmë në një mënyrë ose në një tjetër, veten ose të tjerët. Por ajo që na përcakton nuk janë gabimet që bëjmë, por mënyra se si jetojmë me ato gabime. Mënyra se si përpiqemi të riparojmë atë që kemi tyer. Mënyra se si kërkojmë falje edhe kur e dim se nuk do të na falet kurrë. Vaçja Zela jetoi me sekretet e saj deri në fund. Ajo nuk foli kurrë publikisht për atë që kishte bërë. Ajo nuk shkroi kujtime, nuk dha intervista, nuk u përpoq të justifikohej. Ajo thjesht jetoi, këndoi kur mund të këndonte dhe heshti kur duhej të heshte. Dhe në atë heshtje, në atë refuzim për të justifikuar, ka një dinjitet të veçantë, një forcë që vjen nga pranimi i fajit, nga jetesa me pasojat e zgjidhjeve tona. Sot, më shumë se 30 vjet pas vdekjes së saj, ne ende e kujtojmë Vaçja Zelën si një nga zërat më të bukur që Shqipëria ka prodhuar ndonjëherë. Ne ende dëgjojmë këngët e saj, ende ndjejmë atë pasion që ajo vinte në çdo notë, ende prekemi nga ajo ngrohtësi që zëri i saj kishte. Por tani, duke ditur historinë e saj të plotë, duke ditur sekretet që ajo mbajti, duke ditur dhimbjen që ajo jetoi, ne mund ta vlerësojmë atë edhe më shumë. Jo si një heronjë të përsosur, por si një grua të vërtetë që luftoi, që vuajti, që gaboi, por që në fund gjeti një mënyrë për të jetuar me dinjitet edhe në mes të gjithë asaj dhimbjeje. Vendoshta kjo është trashëgimia më e madhe që ajo na dha, jo vetëm zërin e saj të bukur, por edhe shembulli i saj i qëndrueshmërisë njerëzore. Aftësia për të vazhduar të jetosh, të vazhdosh të këndosh, të vazhdosh të shpresosh edhe kur gjithçka tjetër është tyer. Miq të dashur, historia e Vaçjes Zelës na mëson se jeta nuk është e bardhë ose e zezë. Ajo është plot me nuanca gri, plot me zgjedhje të vështira, plot me momente ku ne duhet të zgjedhim midis të keqes dhe të keqes më të vogël. Ahë na mëson se sistemi mund të na thëjë, por nuk mund të na shkatërrojë plotësisht, nëse ne ruajmë diçka nga njerëzdoria jonë, nga aftësia jonë për të dashur, për të penduar, për të kërkuar falje. Dhe ajo na mëson se e vërteta, edhe kur është e dimshme, duhet thënë, sepse vetëm duke përballuar të vërtetën, ne mund të mësojmë nga e kaluara dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Vaçja Zela nuk ishte as heronjë, as tradhtare. Ajo ishte thjesht një grua që u përpoqte të mbijetojë në një kohë kur mbijetesa kërkonte çmime të larta. Dhe për këtë, ajo meriton jo vetëm kujtimin ton, por edhe kuptimin ton, dëmshurinë ton dhe faljen ton. Dhe ju, çfarë mendoni? A ishte Vaçja Zela viktime e një sistemi mizor që e detyroi të bëhej bashkëfajtore në krimet e tij, apo ajo kishte zgjedhje dhe zgjodhi gabim? A duhet ta kujtojmë atë si një artist të madh që dha gjithçka për artin e saj, apo si një grua që tradhtoi të tjerët për të mbrojtur veten? A është e mundur të jesh të duja njëkohësisht?
viktim dhe bashkëfajtore, e dashur dhe e vetmuar, heronjë dhe tradhtare. Shkruani mendimet tuaja në komente, na tregoni nëse ju ose familja juaj e kujtoni Vaçe Zelen, nëse keni dëgjuar histori për të që nuk janë thënë kur publikisht. Shtypni like nëse kjo histori ju preku, nëse ju bëri të mendoni ndryshe për ato kohë, për ato njerëz, për ato zgjedhje të vështira që ata duhej të bënin. Dhe abonohuni në kanalin ton sepse ne do të vazhdojmë të tregojmë histori të tilla, histori që nuk janë të lehta, që nuk janë të këndshme, por që janë të vërteta, dhe që meritojnë të dëgjohen. Sepse vetëm duke njohur të kaluarën, duke kuptuar kompleksitetin e saj, duke pranuar se njerëzit nuk janë as engjëj as demon, por thjesht njerëz, ne mund të ndërtojmë një të ardhme ku të tilla zgjedhje nuk do të duhet të bëhen më kurrë.